Një vetë blokoj apo nuk votoj opozita për DK, LDK, AK që apo diune. Blokoj nuk votoj 60 herë, 61 herë ka blokuar nuk ka votuar. Të gjithë kanë qenë për Vjosa Osmanin. Më zgjedh presidenti. Përshëndetje, faleminderit shumë që keni gjetë kohë. Faleminderit edhe për juve. Qysh po e sheh punën e presidentës? A është më mirë me shku në zgjedhje apo mu zgjedh dikush prej partive? Në zgjedhje nuk bën me shkue. Një vetë blokoj apo nuk votoj opozita për DK, LDK, AK që apo diune. Blokoj nuk votoj 60 herë, 61 herë ka blokuar nuk ka votuar. E tash me shku prapë në zgjedhje nuk ka kurfa logjike. Qysh e pat propozimin e Albin Kurtit për Glaukun Jufcën për president? Mua nuk më ka pëlqy fare, bile nuk i ka pëlqy edhe nuk ka me pëlqy shumicës popullit. Të gjithë kanë qenë për Vjosa Osmanin. Më zgjedh presidenti. Do të thotë, sikur e ka nashkalue koalicionin me listën Guzo Albini. A e vlerësoni presidente për më zgjedh Vjosa Osmanin? A meriton? E vlerësojnë shumica e anketuzve, sidomos në televizionin DTV, e udhëhequr nga Korab Rezepi, ma ne në Istogu Channel, të gjithë telefonusit, komentusit kanë qenë për Vjosa Osmanin. Kjo mua nuk më pëlqej diçka. Pra ma mirë më zgjedh Vjosa se me shku në zgjedhje? Ma mirë, si jo. Bile në rrasem lejohet, unë e kom pas në shkrim për Vjosa Osmanin më zgjedh presidente, me 6 shkurt 2026, botuar Kosova sot, Kosova Info, Prishtina Press Fronte Info, që ka i falenderoj këto redaksi. Ja për shembull, duhet votuar Vjosa Osmani për presidente me kusht që të angazhohet maksimalisht edhe ndërkombëtarisht për kthimin e mbi 8.000 hektarëve që u dhanë malit të zi me 2018 nga 80 deputet me Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani, une e kum propozu më zgjedh presidente, po me kusht me kthy qita 8.207 hektarë, që ka votuar me 80 deputet me kthyje. Përderisa Vjosa ka këtë gabim kundruar të tjerëve, që kanë shumë gabime, duke përjashtuar kryeministin Albin Kurti, i cili e shtriu sovranitetin veri, presidentes i mbetet kthimi mbi 8.000 hektar nga mali i zi, që ka votu vetë 80. Deputeti është përfaqësuesi i popullit në kuvendin e Republikës Kosovës. Deputeti nuk i nënshtrohet asnjë mandati detyrues, i nënshtrohet vetëm ndërgjegjës së tij. Doktor Arsim Bajrami, Kushtetuta e Kosovës. Mënyrën e votimit e përcakton kuvendi, jo kushtetuta. Kushtetuta në miraton dhe ndryshan parlamenti, dërë Riza Smaka. Po du me fol në mënyrë shkencore, shkrimi është i imi që është votu në 4 redaksi. Ashtu përëndimi më shumë e praktikon votimin e fsheft. Kancelari Gjermanis, kjo vlen edhe për presidenten, kancelari Gjermanis në raundin e parë në votim të hapur nuk fitoj, në raundin e dytë në votim të fshehtë fitoj 9 vota më shumë se shumica e nevojshme, shkurt 2025. Nga 15 prilli 2025, seancën e parë për konstruimin e parlamentit, opozita 60 herë nuk votoi, blokoi formimin e kuvendit për 4 vota. 4 partitë opozitare nuk ja dhanë nga një vot, qeverisë Kurti. Gjykata kushtetuese kur nuk reagoj për mos konstruimin e kuvendit nga opozita. Për kuntrazi kjo gjykata ndaloi votimin e fshehtë për konstituimin e kuvendit. Sigurisht me votim të fshehtë
Parlamenti do të formuhej nga disa deputet, sidomos të LDK-s. Kushtetutën e shkelen partitë opozitare, të gjithë deputetët opozitarë, madje edhe gjyqtarët e kushtetutës. Kundër opozitës dhe gjykatës kushtetuese nuk reagoi as Akademia Shkencave, madje as një institucion tjetër. Shqipër çudi e kritikonin qeverinë Kurti si bllokues, por reagoi populli dhe dënoi verdikti i kombit në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, si thot fjala e urtë popullore, zëri i popullit, zëri i Zotit. Por populli reagoi populli dhe i dënoi partitë opozitare me votë. Deputetët e partive opozitare në rast se dojnë me mbet deputet me fytyrë dhe kombëtare votojnë Vjosa Osmanin për presidente. Në rast se nuk u votojnë, nuk ja duan të mirën Kosovës dhe pra populli do t'i dënoj me votë dhe nuk do të jenë më as deputet. Fjalë popullore edhe i fikur edhe i korritur. Do të thot, në rast se nuk votojnë deputetët, kam i dënu populli, siç 5 deputet LDK-ja i ka marrë ma pak, tash kam i marrë edhe 5 hala ma pak, AKJ-ja nuk do ta kaloj as pragun, edhe kështu që në pashin llogari mos me votue e me shkon zgjedhje, edhe populli Albinit, qysh me thonë, i ka dal populli ka me dasht Albinin ma pak, që e ka propozue Glaukun, ma mirë ka qenë me propozue Vjosin. Se ka qenë mendimi popullit. Mendimi popullit, bile, thash unë do këto 2 televizionet, fërste kjo Istoku Channel dhe 2 TV dasma, Kora Bregjepit, Llah Pasdarke, 90% e popullit kanë qenë për Vjosa Osmanin. Kjo është krejt. Faleminderit shumë. Faleminderit.